Ky ka shkollë në nivel nacional tash, ky fleton në nivel nacional, që ky nuk ka për nivel lokal. Gara zgjedhore nuk fitohet me akuza. Gara zgjedhore fitohet me punë projekte, ide të mira, dhe ato... Pishina po dhe 4 milion, mobilisht 2 milion, jenë fakte, si jenë akuza. Jo ofrojnë qytetarve... Ja ofrojnë mundësinë dhe ju do e keni mundësinë, 1 minutë i keni. Jo ofrojnë qytetarve, e kam vrejt që ky kundërkandidat jam gjatë këtyre 2 jave fushatës, ka bërë hapar të caktuar njojë në disa koncepte bazike për pushtetin lokal, por ende ka vështërsi thelbësore. Si profesor, ato se banë si punë. Nuk arrin me dalu dëshiren prej projekte. Ka zopë se 4 milion ka kushtu 2 pishina, 2 milion i ka kushtu. A shkoj një nga një, kështu, po, lutem, do më dhënë disa nga... Une jam të folë me qytetarët e komunës time, me shifrat konkrete, me projekte konkrete, por këto që këta nuk i kuptojnë, unë nuk e kam fajnë ato. Se din të që kuptojnë, në kuptojnë ma shumë se që ti din. Besoj shumë që tashmo qytetarët e Podjeves e kam pa ndryshimin e punës cilësore që kemi bo, edhe unë nuk besoj që ata kanë më kthy të këta praktikantat, që nuk marrin veshën nga pushteti lokal, por cilët kanë vullnetin për më bo pjesë e tina, sepse na tashmo kemi mbaru projekte milionshëm Podjevë, dhe Podjeva për ditë ma shumë është duke ndryshuar me punë konkrete, ndërsa sa për do akuza në hava pa u shale, u s'ja vle me hup kohë me këtë gjona, sepse... Po, në basë edhe për qytetarët, ju i keni shtri 300 kilometra në ndryqen. Qytetarët tashmo i prekun projektet të qeverisjes Bulliqi, qytetarët... Kjo është të thjeshtë, 300 kilometra në ndryqen. E shfrytëzojnë ndryqimin publik, në fshatra, lagje, qytet, qytetarët i kanë rrugë të asfaltura, tash, qytetarë ju ka bo urgjenca qytetit, qytetarë ju ka bo poliklinika që krynë shërbimet, 16 shërbimet specialistike, qytetarë ju bët pishina gjysmë olimpike, 2 minuta i keni pasur, qështë që tja për zotë Jusenit mundësim. Fjallët kota edhe fasla që nuk shkoj kërkon. I njerëzve është te për i madhë dhe që kë pezm është sot në teren dhe është real. Dhe s'po kemë shumë nevoj mi shpërfaq ato që i punojnë këtë se dalin vetë me vidë dhe i shpërfaqin. Që ka ndodhë? Shka në viziton biznesin që 3 fishin e rrymes, shmimin e rrymes sot, nëse i ka pagu 500 euro, shka në i pagu 1.500. Dhe për ty në e ka. Ky ka shkollë në nivel nacional tash, ky fleton në nivel nacional, që ky nuk ka për nivel lokal. Për nivel nacional tash, ky fleton për tema nacionale. Ky punoj me kefsin, e zjedh problemin e rrymes, tja përshifni. Kalzoj qytetarëve që keme bo për 4 veqorin, që i ka pagu 500 euro rrym, e sot i pagu 1.500. Do të është mirë me kalzoj qytetarëve që bë se ky s'ka lidhe me rrymes, se sekretari komunës. Ordnani, ju vazhdani, flisni. Kalzoj qytetarëve konkrete për me mujtë me vazhdoses. Ja, vetëm tja një mundësin se i patë 2 minuta. Nuk ka mirë me hukë kohë këtë, është mirë qytetarë me kalzu qa kanë me bo. Ju keni kohë të barabartë. Ja ka konceptin qa ka me bo. Duhet keni kohë të barabartë se cili. Kështu zoti Juseni, vazhdani. Ane se me rrymu marë këse se kompetencet i në rryma. Po jo flasë njerëzve edhe nëse bëhet zhurëm, aj që bën zhurëm një ven, në një dhomë, nuk do të thotë që ka drejt, bile sa i është në siklet. 5.000 është shumë i madhe njerëzve. E viziton biznesin, 500 euro e ka pagurim me 1.500 e pagun sot. Shkon e viziton artistin në barok, se s'ka kushte. Artisti shumë i respektum, se ka bo dhe pushkën edhe shpatër. Vizitohen shoshnia kulturë artistike në podrum, që ju ka dhonë një vullnetarje, ka dhonë dikush ato.